E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin e Monitor TV. Siç duket, zarfi i zi në fermë nuk ekziston. Do të thoni pse? Do të flasim tani për fermën. Ilir Shaqiri dhe vetbesimi i tij kanë marrë shumë vëmendje jashta fermës. Që në hyrje në shtëpinë e Ferma VIP, Ilir Shaqiri ka qenë me një qëndrim jashtëzakonisht të madh. Edhe pse banorët në fakt nuk e kanë zbuluar akoma që ai nuk është thjesht instruktor, por është lojtar në ferm, ato unë jam i bindur që do të çmenden. Inatet e tij dhe mllefet e tij me Akilin, siç duket, janë që nga jashtë. Domethënë Iliri, siç duket, ka hyrë në shtëpinë e fermës me personazhin e tij ndoshta negativ, sepse është duke goditur aty ku publiku më së shumti prekën. Do të thoni ku? Që nga dita e parë, domethënë qasja me banorët mes Ilirit ishte një qasje arrogante. Iliri hyri me egon që e ka krijuar nga jashtë, me famën që e ka krijuar nga jashtë dhe me suksesin që e ka krijuar nga jashtë. Dhe banorët për të ishin thjesht një numër brenda asaj shtëpie për të mësuar atë se çfarë Iliri ishte duke thënë. Unë mendoj që me sfidën që ka Iliri, është duke marrë fuqizimin e shtëpisë dhe fermerët nuk ulen të kuptojnë si mundet një instruktor nga jashtë të vjen brenda për të na mësuar, të qëndroj këtu me ne dhe të na ofendoj. Fjala e përdorur koqe kanari, një fjalë që realisht nuk është e bukur, sepse ne kuptojmë se për çfarë përdoret fjala koqe në gjuhën shqipe. Ti thuash ti Akilit dhe mos ketë asnjë lloj ndërhyrje nga produksioni, mua kjo më duket jo profesionalizëm, më duket thjesht lëshime për klikime që ngjarja të bëhet më e madhe dhe vëmendja të shkon automatikisht tek ato. Gjuha e përdorur nga Iliri, kjo është një gjuhë rruge, mua më ka zhgënjyer dhe nuk e kisha prit. Sado që ti të provokohesh, sado që ti të ndjesh i tensionuar nga natyra e Akilit, ti mos e nxirr veten tënde dhe mos e lër veten tënde të biesh deri në atë stad ta quash tjetrin koqe kanari, sepse ti në atë moment ke ofenduar të gjitha atë artin e bukur që ti e tregon. Çuditërisht, Iliri ka filluar që t'i kthehet kundër edhe Mozës, domethënë duke u munduar që ta godet Mozën dhe të krijon dinamika me Mozën brenda në fermën VIP. Mua më duket pak e çuditshme, më duket pak çnjerëzore si fakt, por shpresoj me zemër që këto gjëra më thënë të ndryshojnë. Unë pres që nga produksioni të kërkohet një zarf dhe fjala koqe kanari të dënohet.